Ekspozita Dy botë një realitet bëri bashkë në Durrës dy piktorë shqiptar që vinë nga dy treva të skajshme të Shqipërisë së Madhe, Çamëria dhe Kosova. Artistët Abbas Hado dhe Kamuran Goranci zgjodhen qytetin bregdetar për të prezantuar tablot e tyre, të realizuara kryesisht gjatë viteve të fundit. Dy botë ndryshme, por që takohen në një realitet të përbashkët. Vim nga krajina të ndryshe, por jemi mes dy bote, por kemi një realitet të përbashkët. Kjo është realiteti shqiptar. Unë po eksploroj akoma dhe vazhdoj të merrem me punimet me pyllin, me marrëdhënien me pemët, me natyrën, dhe kësaj domethënë është seria e tretë që unë po eksploroj pikërisht në këtë drejtim. Pikësfare jemi shqiptar të dytë, edhe zgjedhja është e veçantë për shkak se Çamëria dhe Kosova bëjnë një ekspozitë të përbashkët. Është një shembull i mirë o guzurit, do thotë që të fillojmë edhe gjëra tjera, i bashkojmë vlerat tona kombëtare. Piktori Hado prezantohet në këtë ekspozit me 11 tablo dedikuar natyrës, ndërsa kolegu i tij nga Kosova ka sjell 10 kompozime ku bie në sy ndërthurja e ngjyrave të forta dhe punimi abstrakt. Të dy artistët kontemporan sjellin në kanavac një pikturë moderne dhe me plot vlera artistike. Janë dy botë të cilët takohen me një realitet i cili është i përbashkët. Unë do të thoja që e mira e kësaj është që ne duhet të tregojmë artin e përbashkët, jo vetëm në vendin tonë, po artin e përbashkët edhe në arenën ndërkombëtare. Njëri ndërton figuracionin poetik të natyrës, duke ngjitur atë në një hapësirë simbolike e mitike. Tjetri, përmes abstraksionit monokromatik, e zhvesh realitetin deri në esencën e ngjyrës, duke shndruar atë në energji të paparur. Ekspozita Dy botë një realitet do të qëndrojë hapur deri më 4 tetor.